Soli Malaj ka rikthyer në vëmendje historinë e saj me Flori Mamajesin, duke folur hapur për marrëdhënien kur të dy ishin të fejuar dhe vëmendjen e madhe mediatike që shoqëronte lidhjen e tyre. Teksa qëndronte me Indrin dhe Kostanën, Soli Malaj tregoi se shpeshherë jeta e tyre private përfundonte në faqet e gazetave, duke krijuar një presion të vazhdueshëm. Ajo rrëfeu dhe një moment kur çifti kishte vendosur të deklaronte një ndarje të rreme, madje edhe për familjarët për shkak të kësaj vëmendjeje të tepërt. Dilnim në gazetë, më sillnin gazetën familjarët, zgjohesha direkt dhe lexoje, dhe nëse kisha patur një koncert një ditë më parë për të parë çfarë kanë shkruar sot për mua, njerëzit kishin super kuriozitet se normal nuk kishte asnjë informacion për këtë gjëra. Bëm një ndarje gjoja, por edhe familjarëve u thamë jemi ndar, por duke dalë nga avioni dikush na bëri foto dhe u shpërnda, doli në titra dhe televizione informative, dhe shkuam në një restorant shumë të njohur dhe ku arritëm të gjithë ishin me syt nga televizori, duke parë lajmin dhe u kthyen nga ne. Ulëm diku në një cep rrëfeu Soli Malaj. Ajo shtoi se pikërisht presioni i madh mediatik dhe mungesa e mënyrës për të menaxhuar këtë situatë ndikojnë në përfundimin e lidhjes së tyre. Nëna është nxirr, shkaku kryesor pse jemi ndar ka qenë ky presion. Tani njerëzit janë mësuar me portalet, por atëherë mbeteshin në gazetë. Ne kemi qenë bashkë nga viti 2005 deri në vitin 2009, kur kemi diskutuar këtë gjë, çfarë ishte arsye pse jemi ndar, ishte pikërisht presioni shumë i madh. Nuk dinim ta menaxhonim, u shpreh këngëtarja duke zbuluar detaje vërtet interesante. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.